Unë nuk jam marrë kur këtu me lojtar të dobët apo të fortë. I vetmi njeri që kam thënë që nuk e konsideroj sepse realisht nuk shoh dot një debat që të nisi dhe të përfundojë me argumente me të, dhe ka qenë vetëm Lori. Dhe Lori ka patur një anë tjetër që ka përqeshur. Se po del në vetëm për këtë. Dhe okej, edhe Jozi për shembull është një shaka e madhe, nuk ka asnjë gjë me peshe thotë. Ç'lia ka Danja dhe Jozi tani këtu edhe Lori. Tani, ri këtu, qëndro këtu. Ka ndodhur kjo gjëja, hyri çuni atje brenda. Ata s'po mblen, s'po bën. Përpara se të kalojmë këtu, një sekond, mos ma shmang. Të lutem. Atëherë, unë çohem nga këtu, shkoj drejt krevatit tim. Lart, ma more cigare. Unë çohem nga këtu, shkoj drejt krevatit tim dhe shtrihem. Dhe ju më vini njëri pas tjetrit. Më vjen një herë ai. Nuk e di se çka keni bërë, po them çfarë ka ndodhur, çka kam parë unë. Se unë i thash dua t'ja them dhe Eglit këtë gjë. Të lutem, një sekond. Do ta diskutoj edhe me Eglin. Të lutem. Nuk ju dhash atë kënaqësi që doni të merrnit këtu. Çohem, shkoj në krevatin tim, kështu e shoh. Se nuk ishte krimi organizuar këtu. Çohem, ashtu unë kështu e kam perceptuar. Dhe nuk më ndryshon njeri. Mirë, po duhet ma thoje në moment. Unë ngrihem dhe shkoj drejt krevatit tim, ky njeri jam. Shkoj ngrihem drejt krevatit tim, shtrihem atje, më vini të dy merat, më vjen i pari gjeste. Dhe më thot, pra zualisht ja kam thënë edhe ati. Dhe thot, të betohem nuk e kam bërë me atë qëllim, megjithatë më fal nëse te ti është interpretosh. Tani, më vjen te krevati dhe më thot, a je i dhnu? Sepse ai donte të dëgjonte që po, unë jam i dhnu që ti shkonte e veta aty ku e kishte nisur. Dhe unë i them, jo, jam shumë mirë, jam okej. Nuk kam asnjë gjë, thjesht po du të pushoj pak. Ti e ke ditë këtë që ati donte ti shkonte e vetja, në atë kohë? Mbasi ndodhi debati. Unë kuptoj se, okej, nuk ka qëllim tjetër se është e